Melita, se thej që e zgjodhe ti emrin e grupit, apo jo? Si është? Po se ne e kishmi plan parkingun prej në fillim, parkingu, Parkway, erdhë nga ideja se i mblodhëm tri emra si përfundimtar, por unë dëshiroja diçka që t'ingëllon mirë të veshji dhe thuhet lehtë. Nuk, jo diçka, por edhe në maqedonisht, doja ta përktheja që në maqedonisht të duket përshtatet, po. Edhe kur pash Parkway, pash që në maqedonisht është Park Pat. Ishte edhe shkurt, edhe thuhet lehtë, edhe kur Parkway fikse diçka që ngel në memorien e njerëzve, po. Dhe ishte shumë e thjeshtë dhe idea që edhe nëse dëshironim të bënim logo me emrin, ishte shumë i lehtë për të shkruar, ishte shumë i lehtë për të futur në një rremullak të apit dhe për atë thash Parkway duket më e mira, e kom qurë të grupi ku kemi qenë gjithë, i ka pëlqyer dhe këtyre dhe super. Ka një domethënie të vogël, që se Parkway i vjen për kthemuve parkingut, në aplikacion e kemi shfaqur aty që ideja jonë e përmban vete edhe të tregon edhe lokacionin apo udhën më të lehtë për të shkuar deri tek parkingili.